Kurse këto momente, unë jam me Alban Mehmetin. Alban, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Lavi, mirë se zgjeta. Më lejoni fillimisht që ti përshëndes gjithë shqiptarët dhe shikuesit e juaj kudo që janë. T'ju uroj festën e Bajramit, dash Zoti, çdo vit të presim të mira, më të mira gjithë populli shqiptar kudo që. Alban, pas përfundimit të emisionit, do të shërbej me gjitha, për shkak se as torta, as kur gjë s'ka betë mi tavolinë, se i kanë marrë nonën tjetër janë mbledh. Ashtu kështu se gjithë ditën kemi hangër baklava, kështu se mos vaj det. Tortet gjitha janë shpërnda. Në rregull. Pas pak, çish ka shku kjo sezon e jotja? Ka qenë, Labi, ndoshta sezona më e mirë që e kam pas ndonjëherë deri tani unë personalisht karrierën time. Kam qenë i angazhuar kryesisht në përdasma, po edhe në përmramje rinore, si në Ulqin edhe në përvendet Kosovës, këtu në për disa vend caktuar ku mbahen domethënë mramje me rinin tonë. Edhe kryesisht kam qenë në për ahenzje familjare, shumë i angazhuar kam qenë. Ahenzjet familjare? Mirë kam prit? Mirë, si gjithmonë, si shqiptarë që din me bë atmosferën, shqiptarët e bajnë mas miri. Alban, po më duket si vjet leqet ta ka dorë sezona, po si vjet edhe në pra enqet familjarët kanë majtë mirë. Mirë nga... Kanë jemë në hongër këgja. Të shesis për maninë dhe për torë të esë. A fjolla i ka fajet. Krejt ka pak. Të nguca pak. Kështë që më besin s'ka. S'ka lidhje, dhjetë sa jam dhjetë. S'ka më besin, mundohu se... Jo, që ja ki nis. E di që nisë të njështë e shpije madhe, po nuk është problem e punë. Do me thonë e keni për të mirën tem me më shtin djetë, kështë që... Jo për të mirë që, o pes, ko tortja, ko langu, ko gjitha, që tëna t'i këna. Tënat, për shpit madhe që jena, s'ka kur që na nëzën gusht. Qka dush, tëna t'i këna. Alban, the që ka shku mirë, ahenzjet familjare është kryesisht ajo respekti i madh, sidomos që e bojnë familjet për atë musafir, atë këngëtar i cili këndon atë natë. Atmosferë mirë, po këto vendet mbrëmjet rinore si kanë shku, për shkak se krahasim me vite tjera Ulqini si vjet ka qenë pak më dopt. Unë më zhdash më shku me 9 gusht nëse s'ka bëj kanë qenë. Edhe ka qenë një mramje shumë e mirë, kam qenë unë edhe Blera, kemi qenë bashkë në Allegro, kemi kalu shumë mirë. Nuk e di, pastaj kam dëgju që jena në ku, po unë kam pas ma rastin më shku se kam qenë shumë i angazhum, e din edhe ti rastin që më ftove atëherë, kam qenë i angazhum në përdasma, kështu që tash prap do t'jem pas Bajramit të shofim, janë në ku, do më thonë shumë raste, po nuk e di. Nuk e di arsyem se ndoshta që tash për marë si janë shpërnda publiku edhe në dorës edhe në Ulqin shumë, kështu që asane nuk ka shumë publik. Që, tortja edhe qëre sa. Edhe me lullë. Faleminderit. Shkoj djetë e një ovës me shto. Kështu që, e di që as këta nështë kime pas mundësi vish me provus, se qush duket, për shkak se nanën tjetër janë se i zbendin e pjovim drejt fundit për tuajt emisionit sa më një kafe me Labin sot edhe emisionit festiv për nderë të festës së Fitër Bajramit. Po këto momente unë kisha dash që ta transmetoj një historie që ka përgadit Blerona derisa të shkosh ti në anën tjetër dhe të bësh gati bashkë me orkestrën. Unë pjelo në shikim të mirë dhe të këndshëm me emisionin Një kafe me Labin, kurse Blerona ka përgaditur një historie me Yll Limanin. Yll Limani është një këngëtar i ri, i talentum, i cili pritet ketë edhe sukses, edhe unë po juroj gjithat mirat, po e shohim historin se çfarë ka ndodhur me të sepse është habitur edhe vetaj.